struktura e drejtësisë kemi parë vetëm akuza, mos kanë nevojë ata atje edhe për ekspert financiar që të gjejnë lekët ku vajtën. Unë nuk mund të hyj kaq në hollësi të kësaj pune. Por natyrisht që në Shqipëri ekziston një klasë ose një grup social i caktuar të cilët janë financier me shumë përvoja, sepse financa ka disa profile ose nën profile nëse do t'i quajmë, ke financë bank, ke analizë bilanci, ke analizë kostoje, është një pjesë të cilën natyrisht ne i kemi mësuar në fakultete kur kemi qenë dhe po sot janë një çik më të specializuara dhe natyrisht që bëhet. Pjesa më e rëndësishme nuk është analiza e abuzimit. Analizën e abuzimit edhe një që nuk ka mbaruar, që ka minimale në njohurive ekonomike, mund ta bëj. Pjesa është, ore kush paguan për këtë? Sepse ky zotëria ta thashun ty, ky paguan një administrat rreth 216.500 veta janë njerëz që paguan me taksat tona. Ne akoma si popull dhe nuk e di pse këto partitë që janë në opozitë nuk e ngrenë këtë. Ora taksa paguesi është mbreti, nuk është klienti zotëri. Klienti është mbret në dyqan. Taksa paguesi mbush thesin e qeverisë me para që këta të bëjnë shpenzime. Dhe në botë punojësi administratës kuptohet, punojësi administratës lufton për dhe bën ose ata ligjvënësit bëjnë gjithçka të mirën për t'u lehtësuar punën taksa paguesve, me qëllim që të rritet volumi i punës, me qëllim duke rrit volumi i punës, rritet të ardhurat edhe për pjesën e taksave, ai rrit numrin e vendeve të punës, ai bën vetëm punë të mira nëse ti ja lehtëson punën taksa paguesit, shton eksportet të cilat natyrisht rrisin prosperitetin dhe pavarësinë e vendit. Jo të marrim sepse ne kemi ta thashun. Unë nuk e di. Kemi thesin i cili mbushet nga taksat, kemi edhe seksin që harxhon qeveria. Qeveria zhvën nga ty me votus dhe me këto mekanizmat e tjera, të cilat këto janë pjesë më shumë, le të themi, të aspektit politik e holl, për të administruar paratë e këtyre taksa paguesve. Tani më thuaj më zotriti, kur ti nuk e mbush dot thesin dhe ke më shumë shpenzime dhe do dalim edhe ke pjesa se unë kam nxjerr shënimet për buxhetin e vitit 2025, ky merr kredi. Po kredit kush do t'i lajë zotri? Do t'i lajë brezët që janë punë, fëmijët e fëmijëve të atyne, e ka bërë Erjan Braçi këtë, ai deputeti. Në qysh atëherë para shumë vjetësh kur ishte në opozitë PS-ja. Tha, çdo shqiptar tha lidh me 2304 euro borx. 2304 dollar borx, se ishte me dollar atëherë, duke si të dalë. Po çrëndsi ka? Çdo fëmijë që lidh tha është minus 2000 dhe këto do paguhen dhe kjo dihet institucione ndërkombëtare financiare janë si ta them unë ty, janë kuçetra, nuk ta kenë qartë shqiptarët që nuk falin kokën, jo vetëm falin kokën. Por të kërkojnë edhe interesa. Po më sjell në skenarin grek, për atë po flet. Po, natyrisht, po greku ishte mbrena e us, ne jemi jashtë, ne nuk kemi hyrë akoma në bashkëmarrje. Mund të ndodhë këtu tek ne njëjta gjë? Po për momentin ky thotë që domethënë të vënat e qeverisë thonë që janë ke 54.3% borxhi i jashtëm. Ndërkohë që kur e mori PS-ja ka qenë 69 ose 71. Po ta thashun ty, këta bën një mekanizëm, domethënë qeveria, se po themi këta, po i lej pa emër. Pjesa e ekonomike e qeverisë bëri një manovër duke ulur euron, duke të vlerësuar euron dhe pa marrë fare parasysh të lajm borxhin thanë ata. Po pa marrë parasysh se çfarë dëmi shkaktuan eksporteve shqiptare. Sepse ulja e euros e pësoi individi edhe biznesi për të shpëtuar shtetin. Bravo, ashtu. Zoti ju thatë pak më lart që taksa paguesi është mbreti. Tani problemi është këtu tani, te kjo paqja fiskale. Më duket se u bë paqe me hile kjo, sepse ai që pagoi e hëngri, ai që s'pagoi shpëtoi. Unë kam folur edhe tek emisioni që isha tek ai televizioni tjetër në aspektin e paqes fiskale.
Unë fola një diçka, domethënë sugjerova diçka, sepse nuk ishte se na merret na dëgjojnë shumë neve. Ideja ishte kjo. Ky është problemi që ekspertët po ngjojnë gjithmonë me pak. Vërtet ti shtet po fal 507 milionë euro ishte shuma në ato fillime, tani thuhet që ka shkuar rreth 1 miliard. 1.7, 1.17. Sa? Më duket 1.17 apo 1.7, u rrit akoma më shumë. Jo, nuk besoj të jetë 1.7, po ka shkuar 1 ose 1 miliard e diçka. Të tëra këto zotëri, ne nuk themi që të mos falen. Por ne duhet të bëjmë detajimin se kujt i falet, sepse për shembull në ligj ku nuk mund t'i bëjmë dot oponentës qeverisë, në projekt ligj ishte, kjo është projekt ligj akoma. Kjo ishte thënë që detyrimet për e vjetra, për sigurime shoqërore nuk falen. Këtu jemi plotësisht dakord me ofertën që bën qeveria, sepse nuk mund të thuash që janë detyrime për njerëzit të cilat do shkojnë nga fondi pensioneve. Kleçka mendoj unë është tek do fal gjoba dhe këtu do ndahet. Këtu duhet një analizë super të thellë e cila nuk nga njerëz që nuk janë të zanatit. Këtu hyet edhe thuhet, kemi një biznes i cili ka kryer një punë private apo publike me paratë e tija, më dëgjon me vëmendje, paratë e tija. Dhe ka mbetur disa detyrime, disa taksa, disa gjëra i pa i shkryer. Kjo është njëra gjë. Ama kemi edhe disa kompani të privilegjuara për të cilat flitet ditë e natë në për të gjitha mediat, të cilat kanë marrë punë publike ose çdo lloj gjëje tjetër, por të paguar me parat e buxhetit shtetit, të cilat janë parat e taksa paguesve shqiptar. Atëherë, çfarë ti falësh këtyre ti? Këti jo vetëm që ti marrësh parat, po ti vësh edhe gjobë nga parat që mund të ketë krijuar me punët e tjera, sepse ky ka abuzuar dhe s'ka dhënë parat të cilat ishin nga buxheti i shtetit, nga ajo qelisa fillestare që i mori për të bërë një punë, për të bërë një urë, për të bërë çfarë duash ti, një kanal vaditje apo një fabrikë apo çfarë duash ti, ose një incinerator, në fund. E ka marrë nga parat e shtetit, ka bërë se ka mbaruar punën, ka lënë edhe detyrimet pa paguara. Që kjo është një skandal i tmerrshëm. Këtu duhet të ketë një analizë super të detajuar për të gjetur fajtorët dhe përpajisjet. Si që edhe paqe fiskale. Çfarë paqe fiskale? Çfarë këto marrëzira? Më kuptoj pasoja besoj do ketë kjo në absolutisht do ketë pasoja, po do ketë pasoja më sepse siç e tham neve, koncepti për t'ia shpjeguar dëgjuesit aty që mund të dëgjojnë, për t'ia shpjeguar dëgjuesit. Ora kemi një thes i cili do mbushur. Ky thes mbushet vetëm me paratë të taksave të shqiptarëve. Me atë që këto partitë opozitare thonë është 20% ke buka, 20% ke domatet, ke djathi, ke sheqeri, ke vaje, ku diun se me radhë, nga kjo deri tek fatura e energjisë elektrike, që është edhe ajo me 20%, edhe ujtë me 20%, gjitha kjo të vëshëja është skeçi bosht, value added tax, i thot anglezi, ose tax e vlerës shtuar. Bravo, shumë mirë, kjo është njëra nga, tjerat janë ato të ardhurat që për fluturimet 100 euro që për avionat që kalojnë, të ardhurat gjitha grupimet të ardhura janë shumë dihen ato me fjalë, nuk është se janë të paditura. Dhe këtë shqipuna është si të shpenzojmë këto. Nuk fashë të po. Do më falë. Do doja të ndaleshim në fund edhe tek çështja e buxhetit që në këtë vit që vjen do marrim më shumë, do paguajnë